Trump nuk i ka kundërpërgjigjur. Në fakt ai pezulloi sanksionet, kështu që mendoi se ata ndihen më të fortë kundër Ukrainës. Ndërkohë evropianët po shohin Shtetet e Bashkuara duke thënë se nuk duan vërtet të jenë në NATO, se Trump po mendon të largohet nga NATO, gjë që ai nuk mund ta bëjë vërtet. Varet nga Kongresi, varet nga Senati, por ai është sigurisht më i orientuar në atë drejtim dhe kjo do t'i dobësojë evropianët. Dhe më në fund kinezët janë fituesit e mëdhenj këtu, sepse në fund të fundit kinezët po mendojnë afatgjatë dhe udhëhiqen nga një udhëheqës që pasqyron se cilat janë interesat strategjike të atij vendi në botë. Dhe Trump është i përqendruar shumë më tepër në afat të shkurtër dhe shumë më tepër përfitime për të personalisht, dhe unë mendoj se këto gjëra janë shumë të ndryshme. Lufta ka thelluar edhe përçarjen brenda NATO-s. Antarët europian kanë hedhur poshtë kërkesat e presidentit të SBA-s Donald Trump për mbështetje ushtarake, duke e shtyrë Washingtonin të zhvillojë opsione hakmarrëse. Siç raportoi Politico, administrata Trump po kërkon mënyra për të ndëshkuar aleatët që refuzojnë të mbështesin luftën kundër Iranit. Në të njëjtën kohë, Trump ka ripërtërir kritikat e tij ndaj NATO-s, duke e quajtur atë vazhdimisht një tigër letre. Sipas diplomatëve të NATO-s, kjo po shkakton shqetësim të ri brenda aleancës. Andres Fogh Rasmussen, ish sekretari i përgjithshëm i NATO-s, rekomandoi që europianët të miratojnë të njëjtën qasje transaksionale si Trump. Ata duhet ta lidhin qartë mbështetjen e tyre për rihapjen e ngushticës së Hormuzit me një angazhim nga Washingtoni ndaj NATO-s. Në të njëjtën kohë, ai paralajmëroi kundër vazhdimit të qetësimit të Trump, që është strategjia qendrore e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte ndaj presidentit amerikan. Koha për lakmi ka mbaruar, tha Rasmussen. Nëse ka një dalje diplomatike nga luftrat, kjo nuk është as pak e qartë. Përpjekjet për të gjetur terren të përbashkët vazhdojnë nëpërmjet ndërmjetësuesve pakistanez për Iranin dhe me një negociator në luftën në Rusi-Ukrainë, por boshllëqet mbeten të konsiderueshme. Në të vërtetë këto negociata nuk mund të bëhen me kohë të pjesshme nga Jared Kushner, Steve Witkoff dhe J.D. Vance në një koktej, në një telefonat ose nëpërmjet ndërmjetësimeve me plane 20 pikëshe. Ato do të jenë të gjata, të detajuara dhe të vështira. Kjo është e qartë, Shtetet e Bashkuara, një fuqi globale me forcë të madhe ushtarake, nuk kanë arritur të kapërcejnë një fuqi të mesme me opsione asimetrike politike, ekonomike dhe ushtarake. Po shkojnë shumë mirë në lidhje me Iranin, përsëri ata duan të bëjnë një marrëveshje. Janë të shkatruar, po e kanë vështirë të kuptojnë se kush është udhëheqësi i tyre. Ata nuk e dinë kush është udhëheqësi i tyre sepse udhëheqësi i tyre është dukur. Ish udhëheqësi i tyre Khamenei. Por do ta shohim. Në lidhje me luftën nuk dua ta them këtë. Dua të them nuk mund t'ia them një gazetari. Nëse sillen keq, nëse bëjnë diçka të keqe, por tani për tani do ta shohim. Por është një mundësi që mund të ndodhë me siguri. Bllokada e Hormuzit është një bllokadë shumë miqësore, askush nuk po e sfidon fare. Vetëm që ta kuptoni, shumë presidentë kanë qenë përfshirë në gjëra shumë të mëdha. Ata kur nuk kanë pasur nevojë të kalojnë në prazë në lidhje me Kongresin. Ata e konsideruan atë krejtësisht jo kushtetues. Demokratat në Kongres e kishin shtyrë të çështje dhe ndoshta disa republikan, ata bu dëmtojnë aftësinë tonë negociuese, e cila është e pafundme tani, dhe ata nuk duhet ta bëjnë këtë. Nuk ka ndodhur kurrë më parë. Asnjë president tjetër nuk e ka bërë, dhe unë nuk do të jem i pari. Irani ka luajtur me administratat e mëparshme të SBA-s dhe tani me një president i cili sipas fjalëve dhe analistëve ka kërkuar një drejtësi Rodriguez iranian, por gjeti disa Kim Jong-un në vend të tyre. Kështu shkon edhe më tej luftë zgjedhjesh, që një president impulsiv që kërkon fitore të shpejta dhe rezultate të lehta mund të dëshironte të mos e kishte filluar kurrë atë luftë.